lavdi Zotit. Përshëndetje edhe një herë gjithë, mirë se keni ardhur sot në shërbes. Keni bërë vendimin e duhur për t'i dhënë mundësi Perëndis, si në çdo shërbes, për t'i dhënë mundësi Perëndis që t'i flas zemrës suaj. Haleluja. Siç e kam thënë edhe më parë që ndoshta tek unë nuk do gjeni një predikim eloquent të përsosur nga A-ja B-ja deri në pikën e fundit, por jam i sigurt që Perëndia do t'ju flasë. Kështu që vendosni ripin e sigurimit se po nisemi në udhtim. Haleluja, që do të gjerë kësi. Bëuni gati, sepse tani futemi në udhtimin e fjalës Zotit, edhe fjala e Perëndis gjithmonë na çon dikon. Zakonisht na çon në një pikë ku ne duhet marrim një vendim. Haleluja, ose 2 ose 3, varësi se ku je me zemrën tënde, po fjala e Zotit gjithmonë të çon në një rrugtim me Perëndin. Haleluja. Gjithashtu dua të rikujtoj që javës që shkoi ne kemi folur për mënyrën se si ne japim fryt për mbretërinë e Perëndisë, edhe theksuam sa e rëndësishme është fjala e Zotit, që mbjellësi mbjell fjalën. Dhe është fjala e Zotit që është fara e Perëndisë. Nuk ka asnjë gjë tjetër që do të transformoj ty dhe njerëzit rreth e rrotull teje përveç se fjalës së Zotit. Nëse po kërkon ndryshim, rri me Biblën. Ai është mjeti që Perëndia ka zgjedhur për të na ndryshuar, për të na transformuar, për të na restauruar, për të na drejtuar. Kështu që më kot shikoni diku tjetër dhe te dikush tjetër. Dhe unë thash javën që shkoj që nëse ne qëndrojmë mjaftueshëm gjatë me Biblën, ajo fillon dhe merr zë. Ajo fillon dhe flet. Bibla nuk është si Facebook ose Instagrami ose ndonjë nga aplikacionet ku ti mund të rish 5 minuta dhe mendon që more ku me di çfarë zbulese. Me Biblën duhet të rish më gjatë. Me Biblën duhet të qëndrosh. Bibla është fjalë gjallë dhe fjalë që vepron. Dhe Jezusi ka thënë, nëse ju qëndroni në mua dhe fjala ime qëndron në ju, kërkoni çfarë të doni dhe do t'ju bëhet. Amen. Jezusi nuk ka thënë kërkoni çfarë të doni dhe do t'ju bëhet. Jo, ka thënë, nëse qëndroni në mua dhe fjala ime qëndron në ju, atëherë kërkoni. Do thotë, Jezusi thotë që një person i cili nuk qëndron në fjalën time, do ketë lloj-lloj dëshirash dhe lloj-lloj kërkesash, por nuk mund t'i plotësoj ato, thotë Jezusi. Qëndron fjalën time dhe fjala ime do të qëndrojë në ty, pastaj do t'i kesh edhe kërkesat sipas fjalës sime. I zgjuar Zoti, amen. Nuk mund t'ja hedhem, nuk është një formul abrakadabra që ne ja themi Zotit. Jo, lutjet tona duhet të jenë sipas vullnetit të tij, në përputhje me fjalën e tij të shenjtë. Haleluja. Amen. Kështu që nëse nuk keni qenë këtu, mund ta merrni në audio fjalën e predikuar javës që shkoi, sepse Zoti është i interesuar që ti t'i japësh fryt, që ti dhe unë t'jemi të frytshëm. Kjo është në interesin e Perëndisë. Haleluja. Amen. Dhe nuk ka asnjë bujk i cili nuk dëshiron që farën që e ka mbjell të mos jap fryte. Pse du t'jetë Perëndia ndryshe? Perëndia pret frytshmëri nga ne. Gjitha kushtet na i ka dhënë, mjetin na ka dhënë, se si ne mund t'jemi të frytshëm, ajo çfarë shëmbëltyra e farës e mbjellësit të farës thot që ata që e dëgjuan fjalën, e pranuan fjalën, e ruajtën fjalën, me një zemër të mirë dhe të ndershme, dhe dhanë fryt me qëndrueshmëri. Ky varg duhet përshkruar jetën tonë. Ky varg duhet përshkruar jetën tonë. Jo vargjet e mësipërme që flasin për farën që asnjëherë nuk dha fryt. Jo ato 75% në grupin e këtyre njerëzve, por ato 25% që e pranuan fjalën, e ruajtën fjalën dhe dhanë fryt me qëndrueshmëri. Amen. Haleluja. Dhe kjo gjithashtu përfshin dhe fjalën profetike. Atë fjalë profetike që e kemi marrë, ne duhet ta ruajmë atë, një zemër të ndershme dhe të mirë. Dhe ne duhet presim me besim dhe qëndrueshmëri që ajo fjalë që Zoti ka thënë për jetën tonë do të përmbushet. Ajo nuk përmbushet nëse rrin sirtar, ta keni shumë qartë. Ajo nuk përmbushet nëse rrin diku brenda Biblës tënde. Ajo përmbushet nëse ti dhe unë vërtet
koncentrohemi që ta shpallim atë, që ta përjetojmë atë, që ta kërkojmë që vërtet bëhet realitet në jetën tonë. Abrahami shikoi tek yjet vazhdimisht derisa u bë me fëmijë. Nuk i tha Zoti që thjesht shikoi yjet një herë. Duhet kishte diçka që të meditonte, duhet kishte diçka fizike, po ashtu për të parë që ta inkurajonte besimin e vet që një ditë ai do ishte babai i shumë kombeve. Haleluja. Dhe fjala e Zotit normalisht duhet të jetë gjithmonë para syve tanë dhe në gojën tonë dhe në zemrën tonë. Se kështu shkon, nga syt, gojë, zemër. Haleluja, amen? Lavdi Perëndis. Edhe sot në shërbes gjithashtu do kemi në fund të shërbesës, do kemi dedikimin ose përkushtimin e Edenit, biri i Gertit dhe Silianës, e jemi shumë të lumtur që ai do i përkushtohet Perëndis. Në fakt u bë një kohë gjatë që nuk kemi pasur fëmijë në kish që i dedikohen Perëndis, kështu që Edeni po e thye një qetësi të gjatë në kishën tonë, një heshtje, po, faleminderit, edhe mezi po presim, haleluja, që kjo të thyet, haleluja, dhe bebat e tjera të vinë, haleluja. Amen, more? O, Zot, faleminderit, që ka disa njerëz që janë zgjuar sot këtu në kishë. Po pritni, se unë ju thash, do të zgjoheni, pritni edhe pak. Kjo është vetëm ajo para përgatitje. Dhe çfarë do ndodh nesër, se sot thash çfarë do ndodh në fund shërbesë, por çfarë do ndodh nesër do kemi pagëzim. Haleluja. Do pagëzohen dy besimtar, njëri është sot me ne, tjetri nuk është, por Mela është me ne, kështu që Mela do pagëzohet nesër. Haleluja. Lavdi Zotit. Jemi të gëzuar, akoma si pagëzohet, por ne që tani po gëzohemi për amen, për përkushtimin tënë, sepse është vërtet është një gjë shumë e rëndësishme për një besimtar që ka rilindur, është shumë e rëndësishme që të pagëzohet. Haleluja, kështu që nesër do të kemi pagëzim edhe ju ftoj gjithë secilin prej jush që të merrni pjesë, mos mungoni, sepse ashtu si njerëz të tjerë kanë ardhur kur ju jeni pagëzu, e se keni pagu rrugën për kërkon, kanë ardhur vet ata me ju shoqëru, edhe ju nesër mund të bëni një sakrificë, s'është sakrificë, është thjesht kthemi një borxhi që au keni besimtarëve të tjerë që pagëzohen. Kështu që ju inkurajoj, anuloni disa plane, edhe vendosni këtë në agjendë që vërtet jeni bekim për të tjerët, ashtu si tjerët kanë qenë bekim në pagëzimin tuaj. Haleluja, mos më shteni mi nxjerr krej fotografitë e më tregu ku shokon. Prandaj është vërtet e rëndësishme që të mbështesim besimtarët që pagëzohen dhe të jemi aty. Unë kujtohet kur unë jam pagëzuar, kanë qenë shumë veta, më duket se kam qenë ndoshta i vetmi edhe 2-3 vetë tjerë që jam pagëzuar dhe jam ndier jashtëzakonisht i inkurajuar. Amen. Që kishte njerëz aty që më përgëzuan në përkushtimin tim. Haleluja. Dhe jeta ime vërtet ka ndryshuar shumë pas pagëzimit. Haleluja. Këtë javë, unë kam pasur nderin që të marr pjesë në Kongresin Evropian të Ungjillizimit në qytetin e Berlinit, që është organizuar nga shoqata e Billy Graham. Edhe për juve që nuk e njihni, Billy Graham është një ndër ungjilltarët më të përdorur nga Zoti në shekullin ton, edhe miliona njerëz e kanë pranuar Jezusin përmes predikimeve që ai ka dhënë kudo në botë. Kështu që në këtë shërbesë, se kongresi ishin afërsisht 1200 pastor dhe ungjilltar, drejtues të krishterë nga gjithë vendet e Evropës, sepse ishte një kongres evropian, dhe kishin ardhur vërtet me një qëllim që të mbushen me frymën e shenjtë dhe me një forcë të re për të arritur të humburit në Evropë dhe më gjerë, po kryesisht në Evropë, duke e parë se çfarë po ndodh në kontinentin ton, është më se urgjente që të përqendrohemi tek predikimi i Ungjillit dhe të përqendrohemi si kisha në shpëtimin e njerëzve, sepse ne nuk e dim kur fundi vjen, por ne e dim çfarë Jezusi ka thënë të bëjmë derisa fundi të vjen. Kështu që për mua ka qenë vërtet një frymëzim dhe bekim shumë i madh
që pata mundësi të isha aty, sepse ky kongres herën e fundit që është organizuar ka qenë ndoshta 60 vite më parë. Do thotë nuk është diçka që organizohet, edhe unë thash, kjo mund të jetë e para dhe e fundit që marr pjesë, nuk mendoj se do jetoj edhe 60 vjet të tjera. Nuk e di, kjo është në dorën e Zotit, por unë nuk do kisha dëshirë të jetoj edhe 60 vjet tjera. Por njerëzit thonë që zakonisht sipas atyre që dëgjuam, kjo është një herë në shumë dekada. Prandaj unë ndjeva i privilegjuar. Edhe nuk isha vetëm unë, ishim afërsisht 40 shërbëtorë të Zotit nga Shqipëria, Kosova dhe Maqedonia, flas shqiptar, se tjerë 1200 ishin nga kombet e tjera, por ne nga pjesa e treva shqiptare, ishte edhe një shqiptar nga Greqia, shqiptar nga Maqedonia e Veriut, shqiptar nga Kosova dhe shqiptar nga Shqipëria, dhe ishte shumë bekim të ishim gjithë të bashku edhe të merrnim pjesë në një gjë kaq me rëndësi. Unë i kam thënë Lili që të lëshoj një video, është një video e shkurtër përshëndetse nga Franklin Graham, i cili është i biri i Billy Graham, dhe ai ka dërguar një përshëndetje për kishat shqiptare, edhe unë do doja që thjesht ta shikonim, dhe është e përkthyer në shqip. And I would just want to our friends in Albania, to the church. The most important thing we can do is to share the gospel with each generation. The fact that God so loved the world that he gave his only begotten Son, that whosoever believeth in him shouldn't perish but have everlasting life. That Jesus Christ is God's Son, that he took our sins, he died and shed his blood on a cross, he was buried, and on the third day God raised him to life. There's Holy Spirit-filled power, Albania, in that message, okay? And when we share it and when we preach it, God uses that to pierce the hearts of those that he's calling. He's not calling everyone, but he's calling some. And he uses the gospel to unlock their hearts. And I would encourage you to preach and proclaim the gospel and be bold. Don't be afraid. Be bold when you share it. Preach it, believe it, live it, and God will bless and honor you. Haleluja. Po, shumë e shkurtër, por shumë domethënëse. Nëse do ta merja çfarë ai tha, do bëj shumë predikime vetëm me ato thënie që ai tha. Pra, ne patë mundësi që të inkurajoshim nga shumë mesazhe të cilat theksin e kishim pikërisht në arritjen e të humburve. Evropa ku ne po jetojmë ka afërsisht po i afrohet 745 milion banor. Janë në kontinentin ton. Kështu që nuk jemi pak. Nuk jemi pak. Ka shumë njerëz dhe tani i bie që kishës në Evropë ka ngelur vërtet një punë shumë e madhe për të bërë. Dhe nuk mund të presim nuk mund të presim për gjeneratën tjetër për ta kryer atë punë që Perëndia na ka thirrur neve që të bëjmë. Neve jemi thirrur për të arritur gjeneratën tonë. Askush tjetër nuk mund ta marrë përsipër përgjegjësinë tonë. Kështu që kur them neve, nuk po them vetëm mua, po secilin prej jush dhe secilin besimtar në kishat e Evropës i përket përgjegjësia për të arritur njerëzit që jetojnë në këtë kontinent. Kështu që është një përgjegjësi hynore dhe Perëndia dëshiron që ne vërtet të ripërkushtohemi edhe më shumë ndaj thirrjes së madhe që ai ka dhënë kishës. Jezusi na ka lënë shkrimet e shenjta. Ne dim që Biblia është këtu për të na udhëzuar që të vazhdojmë misionin që Perëndia na ka ngarkuar. Nëse ne shikojmë dy thëniet e fundit që i ka lënë tek Ungjit, Jezusi tha që ajo thirrja e fundit do ishte universale. Nuk do ishte vetëm për disa njerëz, ishte gjithëpërfshirëse. Thirrja e Jezusit në fund dhe ishte një thirrje e përjetshme, pra një thënie që çdo gjenerate besimtarëve duhet ta ndjek. Ungjilli pra sipas fjalës së Zotit duhet të predikohet. Te Mateu 28 vargu 18 deri 20 thotë kështu: Jezusi ju afrua dhe u foli atyre, pra kujt? Dishepujve, duke u thënë: Mua më është dhënë çdo pushtet në qiell dhe në tokë. Shkoni pra dhe bëni dishepuj nga gjithë popujt, duke i pagzuar në emër të Atit, të Birit dhe të Frymës së Shenjtë, dhe duke i mësuar të zbatojnë të gjitha gjërat që unë ju kam urdhëruar. Dhe ja, unë jam me ju gjithë ditët deri në mbarim të botës. Amen. Te Marku 16, Jezusi tha:
Vargu 15 dhe 16. Pastaj u tha atyre, dilni në mbar botën dhe i predikoni ungjillin çdo krijese. Ai që beson dhe është i pagzuar do të jetë i shpëtuar, por ai që nuk ka besuar do të jetë i dënuar. Pra, urdhrimet e Jezusit janë shumë të qarta. Ne jemi të thirrur që të veprojmë. Ne jemi të thirrur që të veprojmë. Fjala shkoni tek të gjithë popujt dhe bëni dishepuj në çdo popull. Kjo është një thirrje për të bërë diçka. Kjo është një thirrje për veprim. Fjala tjetër, dilni në botë, predikoni ungjillin çdo krijese. Pra bota është ara jon. Çdo krijesë është potencial për të shpëtuar dhe asnjë popull nuk është jashtë planit të tij hyjnor. Bota është ara jote, është ara ime. Haleluja. Nuk ka kufi për kishën e Zotit. Ne jemi të thirrur të shkojmë kudo dhe t'i predikojmë kujt do. Haleluja. Pra nuk ka njerëz të cilët janë të përjashtuar nga plani i Perëndis. Nuk ka njerëz që ungjilli i përjashton. Ungjilli është gjithëpërfshirës. Përfshin çdo njeri, përfshin çdo gjuhë, çdo racë, çdo kom, çdo kontinent, çdo vend, çdo shtet, çdo fshat, çdo qytet, ungjilli është gjithëpërfshirës. Nuk ka kufi predikimi yt dhe predikimi im. Perëndia thot dilni, Perëndia thot shkoni, Perëndia thot çdo popull, çdo krijese. Haleluja. Ungjilli është lajmi i mirë. Një lajm që nuk e ka askush tjetër përveç nesh, neve që jemi kisha e Zotit. Ungjilli nuk e ka askush tjetër përveç besimtarit, sepse besimtarit Perëndia ja dha lajmin e mirë. Perëndia e dha dishepujve të tij dhe ata shkuan dhe predikuan pikërisht ungjillin, lajmin e mirë. Haleluja. Dhe çfarë bën ky lajm i mirë? Çfarë bën ungjilli? Ungjilli është ilaçi për smundjen tonë vdekjeprurse. Kur dikush ka një smundje të keqe, ai kërkon ilaç ngado. Nuk mjaftohet vetëm me këshillën e mjekut, por përpiqet që të ndryshojë çdo pjesë të jetës së tij për të arritur shërimin e shumë dëshiruar. Dhe sëmundja e trashëguar vdekjeprurse e mëkatit është tek çdo njeri ka lindur mëkat. Kjo sëmundje e pashërueshme është e çdo person, në shpirtin e tij, në frymën e tij. Prandaj edhe Perëndia ka një ilaç hyjnor, që është ungjilli. Ungjilli është ilaçi hyjnor për sëmundjen që çdo njeri e ka. Dhe ne duke qenë që e dim që e kemi këtë ilaç, neve do jemi fajtor nëse ne nuk ja japim këtë ilaç njerëzve që janë të smur. Nuk mund t'i themi të tjerë le ta bëjnë. Kjo është një thirrje që Krishti e ka për secilin prej nesh. Nuk është kjo një thirrje që pastori e ka. Kjo është një thirrje për çdo person që beson te Jezusi. Jezusi nuk i tha shkoni dhe dilni pastor. Jo, tha shkoni dhe dilni ju që besoni. Ju që besoni tek mua, urdhri është për ata që besojnë tek Jezusi. Çdo njeri ne e dim që lind në mëkat. Dhe këtë natyrë na e ka lënë trashëgimia Adami dhe Eva. Dhe kjo sëmundje vazhdon nga gjenerata në gjenerat. Edhe në gjeneratën tonë njëjta sëmundje është. Nuk kemi ne një gjenerat më të mirë se gjeneratat që kanë kaluar. Dhe gjeneratat në vazhdim do ta kenë të njëjtën sëmundje. Kjo do vazhdoj derisa Krishti të kthehet. Por Perëndia e ka ilaçin. Edhe ai thot ungjilli është ilaçi im. Ungjilli është lajmi i mirë. Ungjilli është ilaçi që njerëzit kanë nevojë. Dhe çfarë përmban ky ungjill? Çfarë përmban lajmi i mirë? Sepse nganjëherë kur marrim një ilaç ne pyesim çfarë ka brenda, na intereson përbërësit, se nganjëherë ilaçet kanë edhe ato efekte anësore apo jo. Ungjilli është i vetmi ilaç që s'ka efekte anësore. Është plotësisht i fuqishëm për ta shëruar njeriu nga smundja vdekjepruese e mëkatit. Haleluja. Duhet jemi më të gëzuar që e kemi ilaçin. Haleluja. Ne duhet jemi njerëz më të lumtur që kemi shpëtuar jo një vdekje fizike, po i kemi shpëtuar vdekjes frymërore, që është më e rrezikshme se çfarë do lloj vdekje, se çfarë do lloj smundje që mund t'i bie njeriu. Vdekja frymërore është më e rrezikshme dhe më shkatruese sepse shkëputesh nga krijuesi.
Shkëputesh nga marrëdhënia për cilën ti je krijuar përjetësisht. Kjo është gjë më e tmerrshme. Dhe Perëndia thot, unë e kam ilaçin dhe unë ja kam dhënë kishës ilaçin tim, që kisha të shpërndaj këtë ilaç të çdo krijesë, të çdo popull, të çdo njeri. Haleluja. E dini që njerëzit të cilët kanë shpikur një ilaç janë njerëzit më të pasur në botë sot? A e dini këtë? Dhe ju se keni shpik ilaçin. E ka shpik Perëndia, por ama ja u ka dhënë juve. Ju duhet jeni edhe më të pasur se asnjë lodh me shpik ato. Ju vetëm duhet me çu tek personi i smur. Duhet jeni të gëzuar tani. Duhet jeni super të lumtur. Haleluja. Që vetmja gjë që Krishti po thotë është çoje ilaçin të fëmijët e tjerë të smur. Çoje ilaçin tim. Haleluja. Haleluja. Dhe çfarë ka brenda këtij ilaçi? Sepse është e rëndësishme të dim çfarë përbërës ka fut Perëndia aty. Janë dy gjëra. Dy gjëra shumë të rëndësishme. Ilaçi i Perëndisë është në fakt vepra e Jezusit në kryq. Vepra e Jezusit në kryq është ilaçi i Perëndisë. Disa thonë kryqi është zgjidhja. Disa thonë gjaku është zgjidhja. Por unë them, kryqi i Jezusit dhe gjaku i Jezusit është zgjidhja. Sepse ndoshta në traditën e krishterë, në vende ku tradita e krishterë është, dhe ti i thua, e përmend kryqin, ata menjëherë e lidhin me Jezusin. Dhe për ta fjala kryq ka në kuptimin e Jezusit, por në kontekstin ton, ku Zoti është mohuar për shumë kohë, dhe me njerëz që janë bërë shumë sekular, pra njerëz që nuk besojnë në Zot, po thua se ateist, siç ishin dy gra që javës së shkuar Matilda po u flisë, tha ne me ateiste, tha s'ke dëgjuar që ka ateist në botë? Domethënë po e thoshte me mburje që ne me ateiste, ishin dy gra të moshuara, shumë afër përjetësisë se kanë idenë. Dhe mbureshin në ateizmin e tyre, sikur është diçka për të mburur. Pra këtu njerëz nuk e lidhin kryqin drejt për drejt me Jezusin, ata mund ta lidhin kryqin me fen, ata mund ta lidhin kryqin me kishën, por nuk mund ta lidhin kryqin drejt për drejt me Jezusin. Ndaj në kontekstin ton, ne duhet ta bëjmë lidhjen që në fillim, kur ju flasim njerëzve për ilaçin që Perëndia po ju ofron atyre për shpëtim, ne duhet patjetër të themi që ky ilaç është përmes kryqit Jezusit dhe gjakut Jezusit. Sëmundja frymërore e mëkatit ka marrë tashmë ndëshkimin. Dhe kushdo, fjala e Zotit thotë, kushdo që e ka këtë sëmundje do përfundoj në ferën e zjarrt që Bibla e përshkruan si një vend plot vuajtje dhe plot dhimbje. Pra në ferë përfundojnë të gjitha ata që refuzojnë ilaçin e Perëndisë. Nuk janë ata që themi Zoti e ka shkruar që ata të shkojnë atje, absolutisht. Perëndia nuk e ka shkruar për askën që të shkojnë në ferë. Por ata që refuzojnë ilaçin e Perëndisë, ata njëkohësisht vendosin të marrin ndëshkimin e Perëndisë. Dhe ky ndëshkim nuk ka qenë as për njeriu fillimisht. Ndëshkimi ishte për djallin, për Satanën thot, dhe për engjëjt e tij të rënë. Feri nuk është krijuar për njeriu. Feri ishte krijuar për djallin. Por nëse njeriu e do djallin më shumë se Perëndin, atëherë ai do përfundoj atje ku do përfundoj ai të cilin e do më shumë. Edhe ne nuk duhet të mburemi, sepse edhe ne ishim të destinuar me të njëjtin përfundim, apo jo? Edhe ne që sot besojmë te Krishti, nuk jemi më të mirë se ata që nuk besojnë te Krishti. Ne ishim të destinuar për ferin si çdo njeri tjetër. Por dikush, oh haleluja, i thoni atij që keni afër dikush. Pra ne ishim të destinuar për një fund të keq, por ndodhi diçka. Dikush i u bind Jezusit. Dikush i u bind Jezusit. Ju bind urdhrimeve që sapo i përmendën, dhe erdhi tek ne, dhe na foli për ilaçin e Perëndisë, dhe ne e marrëm ilaçin e Perëndisë, dhe ne aplikuam mbi smundjen tonë të pashërueshme dhe ne u shëruam. Oh, haleluja, thjesht ta kujtosh ditën kur je shpëtuar, o Zot, çfarë shërimi ke marrë.
O Zot, qa ka ndodh? Po asun s'muna me përshkru qa ka ndodh kër i na shpëtu njerës. Jeta e përjetshme, jeta e re, hyri brenda nesh dhe ne u bëm krijesa të reja. Haleluja, o Zot, faleminderit. Le ti themi Zot, faleminderit Zot. O, faleminderit Zot për shpëtimin. Faleminderit Zot, haleluja. Pra ti dhe unë, jemi këtu sepse dikush u bind, motra dhe vlezër, dikush u bind këtyre urdhërimeve që ne po i lexojmë. Urdhërimin e madh. Dikush e mori fjalë për fjalë, tha ky urdhrim është për mua, unë duhet të dal, dhe unë duhet të flas dikujt që ndoshta edhe se njoh fare, po unë duhet të flas, unë duhet i tregoj dikujt sepse është shumë e padrejtë nga ana ime me marrë këtë ilaç vet. Edhe me lujt lojna me këtë ilaç. Është e padrejtë nga ana ime. Pali thot, unë jam borxhli, thot, edhe grekëve edhe judenjve. Si tha një predikues, ka dy lloj borxhesh. Borxhi i parë, një lloj borxhi, është kur ti shkon në bankë dhe merr lekë që do t'i përdorësh për gjërat e tua, edhe këtë borxh normalisht ti duhet ta kthesh, derisa se kthen ti je borxhli ndaj bankës. Një lloj borxhi tjetër është kur dikush të jep ty diçka për m'i dhënë dikujt tjetër. Të jep ty diçka m'i dhënë, dhe ti je borxhli derisa ti e jep atë gjë që ai të ka thënë me jep, ti je borxhli ndaj atij që ta ka dhënë. Për këtë lloj borxhi po flet Pali. Mua më është dhënë ungjilli, edhe unë jam borxhli për m'ia u jep tjerëve. Derisa nuk ja jap, unë jam ende borxhli. Kur ja jap, unë s'kam më borxh. Prandaj mund të thoshte duart e mia janë të pasta masi e predikonte ungjillin, sepse e dhash borxhin që ma dha Perëndia e transmetova. Po ka shumë të krishterë që me borxhin e Perëndis po luajnë lojna, nuk po ja transmetojnë askujt. Dhe kjo është e tmerrshme për kishën kur ne jemi borxhli dhe nuk ja japim këtë gjë që Zoti na ka dhënë neve në ruajtje dhe në administrim, mund të them, për t'ia çuar dikujt tjetër dhe ne e mbajmë për vete. Gjëja që në shëmbëltyrën e talenteve, gjëja më e urryer ishte me atë që bëri asgjë, me atë çfarë u besua. Dhe çfarë tha Jesi, shërptori keq, i lig dhe përtac. Ja, kjo është çfarë mund të themi për ato të krishterë, s'po them për juve. Po them për disa të krishterë diku jashtë andej, që e kanë ungjillin dhe nuk ja japin askujt. Çfarë mund thot Perëndia? Pse po e varros talentin tim? Se në fund fare ilaçi nuk është i yt, ilaçi është i Perëndis. Ilaçi të është dhënë në dorëzim dhe ilaçi të ka shëruar ty. Pse s'po ja jap tjerëve? Pra ti dhe unë jemi këtu sepse dikush u bind. Dikush i u bind Biblës. Ne mburemi se sa i bindemi Biblës, por me vepra shihet sa i bindemi Biblës. Dikush ndoqi Jesin. Dhe tani vëllezër motra, ai dikush e ka mbaru misionin. Tani dikushi duhet jemi unë dhe ti. Ne duhet bëmi dikushi që i bindet fjalës Perëndis. Tani është rada jonë. Ai tjetri që më foli mua për Jesin, ai mbaroi misionin. Tani është rada ime. Tash nuk mund të them, le ta bëj dikush tjetër, ose ti them atij që më foli mua, shko bëj edhe për dikë tjetër. Jo, nuk funksionon kështu. Nuk funksionon kështu. Ai ta dha ty, ti do t'i japësh tjerëve. Këtë përgjegjësi nuk mund t'i japim dikujt tjetër. Pastor, të predikoj dikush tjetër, unë nuk jam shumë i dhënë për këtë. Ore, ai e shpëtuti, ai ke marrë shpëtimin, qa ka këtu që ke boti për shpëtimin tonë? Kur gjo, veç ke thonë po. A vdiqet në kryq? Jo. A pagohet ti për mëkatet tua? Jo. E ka bërë Jezusi. Nuk ka një filozofi shumë të madhe. Ato çfarë ne bëjmë, ne jemi ata postierë që e çojmë mesazhin. Okej? Ne e çojmë mesazhin. Ne nuk i shpëtojmë njerëzit. Pra Perëndia e bëri hapin e tij, ai dërgoi dikë për ty, tani është radha jote dhe radha ime. Dhe është radha jonë deri në fund të jetës. Jesi nuk tha, predikoja vetëm një personi ungjillin i rahat, mos u mërzit se e fitove kursin, nota 10.
e predikoj vetëm njërit. Jo, deri në fund të jetës sonë, ne jemi të thirrur që dëshmojmë për Jezusin, për këtë ilaç të mrekullueshëm të Perëndisë. Nuk është kjo diçka vetëm kur ti dëgjon një predikim dhe tani predikoj pastori du ta bëj. Jo, dëgjoj zërin e frymës. Ne jemi të thirrur që ta shpërndajmë lajmin e mirë deri në fund, derisa Krishti të kthehet. Ilaçi i Perëndisë është në veprën e kryqit dhe në gjakun e Krishtit që u der në atë kryq. Dhe askush prej nesh nuk mund ta kuptojë në plotësi këtë vepër madhështore të Perëndisë. Këtë ne mund ta kuptojmë vetëm me anë të zbulesës. Por dhe kur e shpërndajmë, kur ne I flasim njerëzve për gjakun e Jezusit, për kryqin e Jezusit, ne nuk i shpërndajmë, domethënë, nuk e shpërndajmë lajmin e mirë me atë bindje që do ta kuptoj ky, as do ta kuptoj. A merr vesh ky kur flasim për kryqin e Jezusit? Jo, ku merr vesh ky për gjakun e Jezusit? Ky s'merr vesh kur gjë. Nuk është puna jon me mendua e kupton as e kupton. Puna jon është me transmetu. Se nga njerë të krishterë duke mendu, kjo s'merr vesh ti që s'pja të regon. Kjo është pyetja, apo merr vesh ti, çfarë ka thënë Zoti. Bëhemi ne, psikologët e tjerëve, a kuptojnë as kuptojnë. Nuk e di, por këtë ungjillë kanë pranuar edhe njerëz në xhungël, që s'kan pas lidhje me realitetin ku kanë jetu, po janë shpëtu. Haleluja. Amen. E kanë pranuar Krishtin. Haleluja. Kështu që nëse ungjilli do ishte vetëm për një rast njerëzish të edukuar dhe intelektual, atëherë Jezusi do thoshte, shkoni mbar botën nëpër universitete, atje janë njerëz intelektual, predikojnë vetëm atyre ungjillin dhe këta budallën tjerë që s'kan në shkolla, ata s'marrin vesh dhe leni të shkojnë ferr. Po nuk është ashtu. Aty thotë çdo krijesë. Predikoni çdo krijesë. Askush nuk është I përjashtuar. Është vetëm fryma e shenjtë që bën hapjen e mendjes dhe zemrës të njeriu kur ne I predikojmë. Nuk është puna jon. Puna jon është të ndajmë ungjillin. Çfarë thot Bibla për kryqin, për përbërësin e ilaçit? Pali flet për kryqëzimin e Jezu Krishtit. Edhe apostujt kanë folur për Krishtin e kryqëzuar. Dhe Pali thot te 1 Korintasve 1:27, thot që ai e predikoi ungjillin jo me dituri fjale, që kryqi I Krishtit mos dalë kot. Pra nëse do kishte dikush që do përdorte fjalë të ditura, do ishte Pali vetë, se kishte studiuar flas teologjin. Dhe mund të përdorte shumë fjalë të bukura, por ai kuptoi që nuk është fjalë të bukura, por është te kryqi I Krishtit, që çen ka gjithë pushteti. Wow, vëllezër dhe motra, mos ju ik ky mesazh. Haleluja. Pra edhe ne kur predikoj nuk duhet përpiqemi që të flasim me dituri njerëzore, duke përdorur fjalë që as vetë audiencia jon nuk i kupton, sepse nëse ne përdorim fjalët e Biblës, fryma e shenjtë mund t'i përdorë pikërisht ato. Por nëse ne përdorim fjalë njerëzish, ato nuk kanë pushtet që të shpëtojnë njerëzit. Dikush ka thënë, prediko ungjillin çdo kohë dhe nëse duhet përdor fjalë. Edhe kjo në fakt nuk është e mirë për neve si të krishterë, flas për teologjinë tonë. Pse? Sepse biblikisht nuk mund ta predikosh ungjillin se s'flet. Po, ne jemi të thirrur që të bëjmë vepra të mira, por ungjilli predikohet me fjalë fillimisht. Nëse ti nuk përdor fjalë, çfarë do përdor Perëndia si far për të shpëtuar personat? Edhe dikush ja kishte mbeshur këtë Francis nga Azizi, domethënë, këtë thënie. Dhe kur e kërkon në kërkimet e krishterë nuk e ka thënë kur këtë fjalë, këtë e ka bërë dikush tjetër. Sepse Francis of Azizi ka qenë vërtet një predikues I zjarrt I fjalës. Nëse shikoni në historinë e krishterë, ka jetuar në vitet 1100, ky njeri ka predikuar fuqimisht fjalën e Perëndisë me zjarr. Kështu që nga njëherë thënie të tilla futen në internet për na hequr neve pushtetin e asaj çfarë Bibla thot. Ne duhet të predikojmë Krishtin e kryqëzuar. Ne duhet të predikojmë për gjakun e Jezusit, që njerëzit të kapin mesazhin dhe ilaçin e Perëndisë. Nëse ne nuk përdorim mesazhin e ungjillit, njerëzit nuk mund të shpëtohen. Sepse me vepra njerëzit nuk mund të gjejnë shërimin. Njerëzit duhet patjetër të dëgjojnë të flasin për kryqin dhe gjakun e Jezusit. Ne duhet të flasim ungjillin e plotë. Romakët 1, vargu 15-16, Pali thot, aq sa varet nga unë jam gati t'ju predikoj ungjillin, Romakëve flet,
Juve që jeni në Rom, në fakt unë nuk kam tur për ungjillin e Krishtit, sepse ai është fuqia e Perëndis për shpëtimin e cilit do që beson, më parë judeun e pastaj grekun. Pra, çfarë është fuqia e Perëndis? Është ungjilli i Krishtit, është fuqia e Perëndis për shpëtimin e cilit do që beson. Pra fuqia është tek predikimi i ungjillit të Krishtit. Ajo çfarë përbën ungjillin, lajmin e mirë. Sepse ky lajm është fuqia për shpëtim. Ungjilli i Krishtit e mbart farën e shpëtimit dhe ne duhet të përdorim fjalë për të artikuluar këtë lajm të mirë. Po pastor, nëse unë i flas dikujt për kryqin e Jezusit ose gjakun e Jezusit, nuk do më kuptojnë. Mjafton ndoshta t'ju them që Jezusi i do dhe që ka një plan për jetën e tyre. Nuk mjafton vetëm kaq. Ata patjetër duhet ta kuptojnë se çfarë ka ndodhur. Duhet ta kuptojnë mesazhin e kryqit, sepse nganjëherë nëse ne thjesht mendojmë që okay, Zoti më do, e Zoti ka një plan për jetën time, është pjesë e ungjillit, por nuk është ungjilli i plot, sepse sa mirë, unë mund të vazhdoj jetën time në mëkat se Zoti më do, e ka një plan për jetën time. Po unë vazhdoj bëj çfarë duan. Ja. Do thotë që nuk e ka marr të plot ungjillin. Ti duhet ta kuptosh që ai vërtet të do, por ai shkoi në kryq për këtë dashuri. Ai kupton çka ka bërë për ty. Pa kryqin, mesazhi i dashurisë Perëndis nuk ka kuptim, sepse në kryq u shfaq dashuria e Zotit. Atë shumë na deshi Krishti sa shkoi deri në kryq dhe vdiq për ne. Pra ai kryq është simboli i dashurisë Perëndis. Atë shumë na deshi. Dhe mesazhi i kryqit që nga fillimi ishte i pakuptueshëm për njerëzit dhe thotë edhe vetë Bibla e konfirmon. Bile se qua një mesazh i marr për ata që humbin. Te 1 Korintasit 1:18 thotë se mesazhi i kryqit është marrëzi për ata që humbin, po për ne që shpëtohemi është fuqia e Perëndis. Pra është fuqia e Perëndis kur ju dhe unë i flasim dikujt për kryqin e Jezusit, për gjakun e Jezusit, aty është fuqia e Perëndis. Mund të duket e pa kuptim për ata që po na dëgjojnë, por ne e dim aty është fuqia e Perëndis, sepse Perëndia ashtu ka zgjedhur. Perëndia ka zgjedhur në këtë mënyrë që njerëzit shpëtohen. Haleluja. Kështu që nuk duhet ta lëm të ligun që të na e vjedh mesazhin që ne duhet ja japim tjerëve. Për ne pra është fuqia e Perëndis dhe ne duhet ta predikojmë kryqin e Jezusit, që ai vdiq në kryq për mëkatet tona, që ishin mëkatet tona që e quan Jezusin kryq. A din sa njerëz sot thonë jo s'kam mëkatu. A din sa njerëz sot e mohojnë edhe vetë ekzistencën e mëkatit. Ne patjetër duhet të predikojmë. Ne duhet ta predikojmë këtë gjë, se kjo është e vërteta. Krishti nuk mëkatoi asnjëherë. Ishin mëkatet tona që e qua në kryq. Ishim ne ata që duhet ishim atje, por ai zgjodhi na shpëtonte që ne të mos jemi atje. Pra kryqi është mënyra se si Zoti ka zgjedhur për të na shëruar. Haleluja. Nuk është thjesht një vepër e mirë që Zoti ka bërë. Kryqi flet për sakrificën. Dhe Pali thot, ne predikojmë Krishtin të kryqëzuar. Ne nuk predikojmë vetëm Krishtin, ne predikojmë Krishtin e kryqëzuar. Haleluja. Dhe thot është skandal për judejnë dhe marrëzi për grekët. Pra Pali dinte që tema e predikimit të kishës është Krishti i kryqëzuar. Për judejnë ishte skandal sepse ata mendonin si mundet dikush që pretendon se është biri i Perëndis të vdiste vdekjen e kriminalit. Kjo ishte skandal për ta. Ndërsa për grekët ishte marrëzi ose budallëk sepse ata thonin si mundet që njeriu që pretendon të vdes përmes kryqit të vi shpëtimi nga mëkati me një lloj vdekje, është marrëzi, është budallëk. Si mund shpëtohesh përmes vdekjes në kryq? Pra për judejt ishte skandal, për grekët ishte marrëzi. Edhe thot vetë Pali, por ne prap duhet ta predikojmë sepse ai domethënë është një varg në Bibël që thotë që edhe budallëku i Perëndis ose marrëzia e Perëndis është më e urtë se urtësia e gjithë njerëzve. Do thotë që Perëndia ka zgjedhur këtë lloj marrëzie të predikimit për të shpëtuar njerëzit. Haleluja. Dhe kjo është urtësia e Perëndis. Ai ka zgjedhur në këtë mënyrë. Që të mos vim shpëtim përmes trurit, po të vim përmes zemrës. Haleluja. Oh, haleluja, se me zemër njeriu beson. Haleluja. Amen. Nuk kemi nevojë për
njerëz që intelektualisht e pranojnë Krishtin. Kemi nevojë për njerëz që me zemër e pranojnë Krishtin, se vetëm ata që me zemër e pranojnë Krishtin, ata do ta ndjekin me zemër. Amen. Ata që e pranojnë me intelekt, kur vjen diçka ma emocionuese, ma ngazëlluese për trunin e tyre, e harojnë Jezusin dhe vazhdojnë ndjekin një mod të radhës. Po ata që e kanë në zemër është ndryshe. Haleluja. Dhe sot ekzistojnë të njëjta reagime ndaj ungjillit të Krishtit. Disa skandalizojnë nga kryqi, thonë është e pamundur që një gjë e tillë të më shpëtojë. Të tjerë thonë që kjo që ti beson është në fakt marrëzi. Edhe thonë, si harxhon hala kohë me Jezusin. A ju ka thënë dikush një gjë të tillë? Pse hala merresh me këto punë? Por, thot Pali, 1 Korintasit 1:23, ne predikojmë Krishtin e kryqëzuar, skandal për judejt dhe marrëzi për grekët. Pra e dinte që kjo ishte ashtu, por prap, ne do ta predikojmë Jezusin e kryqëzuar, sepse aty është fuqia e ungjillit. Aty është fuqia e lajmit të mirë, haleluja. Dhe të krishterë për gjatë shekujve kanë vazhduar të predikojnë Krishtin e kryqëzuar, sepse aty e gjetën fuqinë dhe jo diku tjetër. Edhe ne nuk duhet pushojmë së predikuar mbi kryqin e Krishtit dhe gjakun që ai derdhi për faljen e mëkateve tona. Mesazhi nuk ka ndryshuar. Ungjilli funksionon edhe sot. Ne nuk duhet harrojmë përbërësit e lajmit të mirë. Por ne jo vetëm që kemi harruar përbërësit e ungjillit, por nuk flasim për to kur flasim me jo besimtarët. Mesazhi që ne u japim njerëzve jo besimtar nganjëherë nuk përfshin fare as kryqin e Jezusit, e nuk përfshin fare as gjakun e Jezusit. Dhe unë besoj që duhet jo më është ky mesazh sot, por na rikujtuar çfarë është ungjilli, vëllezër dhe motra. Çfarë po ju predikojmë njerëzve, për çfarë po ju flasim njerëzve. Duhet ta rikujtojmë cili është mesazhi. Jo mesazhi lut ju Perëndisë dhe Perëndia do plotësoj çdo dëshirë që ke. Edhe njerëz pastaj mendojnë që të jesh i krishterë është vetëm për të lutur për të plotësuar nevojat e tua, që s'ka lidhje me ungjillin. Nuk është thjesht për të plotësuar nevojat e tua. Ti ke një nevojë të pashërueshme, vetëm Krishti mund të shërojë dhe është falja. Këto gjëra tjera janë dytësore. Pra ne kemi thirrjen që të shpërndajmë këtë lajm të mirë dhe urdhrimi për të dalë është edhe sot në funksion. Nuk ka ndryshuar urdhrimi i Zotit. Ai po na thotë që të shkojmë dhe të predikojmë. Dhe jemi ne që kemi thirrjen që të lutemi për shpërndarjen e ungjillit, për predikimin e ungjillit nga secili krishter. Pra, një nga gjërat që ju dhe unë duhet bëjmë, ne duhet lutemi për njëri tjetrin që ne ta predikojmë ungjillin. Jo vetëm disa në kishë ta predikojnë ungjillin, secili prej nesh duhet lutemi për njëri tjetrin që ta predikojmë ungjillin. Nuk është kjo për të akuzuar, ti s'predikon, unë predikoj ose këta dalin, ne s'dalim. Secili prej nesh jemi të thirrur ta predikojmë ungjillin, të ndajmë këtë ilaç shërues. Nuk është kjo për një ose dy në kishë. Çdo besimtar, urdhrimi vlen për çdo besimtar. Ne jemi të thirrur dhe jemi borxhli, secili prej nesh jemi borxhli ndaj jo besimtarve. Se dikush erdhi te ne, edhe ne jemi haleluja, Zot sa mrekulli jam shpëtuar, po nuk duhet ndaloj këtu, ne nuk jemi stacioni i fundit i trenit. Ne jemi një nga stacionet, treni po vazhdon, ungjilli po ecën përpara, por ti dhe unë duhet lejojmë që të vazhdoj përmes nesh. Kjo është një thirrje për çdo të krishter. Unë dëgjova ungjillin nga dikush që nuk ishte pastor. Ishte thjesht besimtar në kishë. Nuk ishte pastor. Se njerëz presin pastori ta predikojë ungjillin. Ai ungjilltar ta predikojë ungjillin. Ai është mësuesi i fjalës, ai ta predikojë ungjillin. Nuk thuhet në Bibël për këtë. Secili prej nesh kemi thirrje nga lart për të predikuar ungjillin. Do thot ai që më foli mua nuk ishte pastor. Ai që më dishepullizoi mua, ai që më foli mua quhet Viktor, ishte thjesht një student, 19 vjeç. Ai më foli për Jezusin. Ai që më dishepullizoi mua ishte 22 vjeç në atë kohë Jonasi. Ai nuk ishte pastor, ishte besimtar i përkushtuar dhe ai më ndenjë në kokë. Dhe ai më qëndroi pranë që unë të esja në rrugën e Zotit. Haleluja.
Pra s'kisha lidhje, pastorim e kam taku një herë në 2 vjet, një herë e kam taku pastorin, ja kam dhënë dorën në ditën e diplomimit shkollës biblike. Kaq. Pra nuk ishte lidhja pastor dhe besimtar. Ishte lidhja besimtar me Krishtin. Haleluja. Dhe kështu duhet të jetë lidhja edhe juaj. Haleluja. Ne jemi të lidhur drejt për drejt me Krishtin. Ne s'kemi nevojë për një ndërmjetës njerëzor për na tregu çka duhet me bë. Se fjala e Zotit ka thonë shumë qartë, flas për predikimin e Ungjillit. A dush me priçë dikush me të thonë çau dhe prediko? Të ka thonë Krishti more. Dëgjoj Krishtin. Krishti ka thënë, predikoni, shkoni, dilni. U flisni tjerëve për këtë i lashtë mrekullueshëm që është në mua. Haleluja. Pra punën duhet ta bëjnë të gjitha delet e Jezusit. Edhe barint, por ama dele ka ma shumë se barin. A e keni vënë re? Ka ma shumë dele se sa barin në trupin e Krishtit. Haleluja. Pali thot që në predikimet e tij, ai kishte vendosur që të mos bëj të ditur tjetër gjendër jo besimtar, veç Jezu Krishtin dhe atë të kryqëzuar. Nuk e di sa herë du të me ritheksu, por shpresoj që të po e kapni mesazhin. Pali thot kështu. 1 Korintasit 2:2. E vendosa që të mos di tjetër gjendër ju, veç Jezu Krishti dhe atë të kryqëzuar. Haleluja. Pra, kur ne kalojmë kohë me jo besimtar, mos i flasim për kishën e qa bojna në kishë, që shkëndojna këngë në kishë, se këto se shpëtojnë as këngë. Okay? Këtë këngë është grupi adhurimit kështu, ne të kisha kemi kohë mitësie, ne të kisha shkojna bojna barbecue, ne të kisha, kjo se shpëtojnë mëre kërkan kjo. Kur flet me jo besimtar, tema kryesore, kryqi i Jezusit. Jezusi i vdiq në kryq. Kjo, sepse çfarë bën kjo? Kjo është si qelsi që tregon nëse ky person ka mu shpëtu ose ky person ka me humb. Që ti mos më harxhu kohë, po thot Jezusi shumë shpejt. Kur ti flet për Jezu Krishtin dhe atë të kryqëzuar, nëse personi është i butë dhe do të dëgjoj, do të vazhdoj ta dëgjoj derisa e kupton pse vdiq ai, e do ta kuptoj që ka vdek për ta. Haleluja. Amen. Se s'po i bëjmë reklama as kishës, as kujt tjetër. Ne do flasim për ilaçin. E nëse njeriu e kupton që kjo është ilaç për smundjen e tij, ai do shpëtohet. Sepse thot ne jemi si një aromë e mirë për ata që shpëtohen dhe një aromë e keqe për ata që nuk kanë mu shpëtu. Dhe kjo është prapë në dorën e atyne, nuk është në dorën e Zotit. Por duket sikur kur ti flet për Jezus Krishtin e kryqëzuar, është tamam si ajo qelsi i parë që tregon a ka mu shpëtu ky njeri apo ky ka me refuzu shpëtimin. Është qelsi Perëndis, nuk është qelsi im. Është mënyra se si vetë Perëndia po na tregon që ata që shpëtohen, ata e mirëpresin lajmin e Krishtit kryqëzuar. Ata që nuk shpëtohen, ata nuk e mirëpresin lajmin e Krishtit në kryq. Kështu që ti dhe unë, për të kursyer shumë diskutime të panevojshme me njerëzit, për lloj-lloj gjërash teologjike, gjithmonë kur flasim me jo besimtarët, Jezusi duhet të jetë aty, kryqi je sa më parë që biseda shkon, jo për shembull, përshëndetje, keni dëgjuar që Jezusi është kryqëzuar, jo, duhet ndalosh, prezantohesh, flasësh një herë, pastaj ti tregosh, Jezusi vdiq në kryq për mëkatet tona. Nëse ai ka interes që në këtë lind vazhdoj, gjasat janë që ky njeri është duke kërkuar Zotin ose do ta kërkoj Zotin. Nëse do të s'po më intereson çfarë është ky kryq, çfarë është ky budallëk, është në grupin e këtyre njerëzve që po lexojmë, që është marrëzi ose skandal për ta, sepse ata nuk e duan, ata mendojnë më shumë për veten e tyre, që ka shumë njerëz që mendojnë më shumë për veten e tyre se ata do duken, se si Perëndia do që ata të duken. Pra sot normalisht nuk tingëllon si një temë predikimi në shumë kisha. Nuk predikojnë shumë për Krishtin e kryqëzuar. Nuk predikojnë shumë për gjakun e Jezusit, po duhet predikuar sepse këto janë ato përbërësit e ilaçit të shumë kërkuar. Ne ndoshta sot duam predikime më tërheqëse, duam ato predikime që na tregojnë se çfarë do përfitojmë ne nga gjithë kjo që Jezusi ka bërë, çfarë mund të marrim ne nga gjithë kjo që ne besojmë, por gjithçka në jetën e krishterë fillon ky predikim. Gjithçka fillon nga predikimi i Jezusit të kryqëzuar dhe nga derdhja e gjakut të tij për ne. Haleluja. Prandaj edhe Jezusi tha, merrni darkën e Zotit, bëjnë në përkujtimin tim. Pse? Sepse ajo është gjeneza.
vdekja e Jezusit. E thot, e bëjnë për kujtimin tim, çfarë po përkujtojmë? Kryqin, gjakon, kryqin, gjakon, kryqin, gjakon. Pse? Sepse kjo është shumë e rëndësishme. Ky është ungjilli. Ky është ungjilli i vërtet. Krishti vdiq u kryqëzua, derdhi gjakun e tij të shenjtë për mëkatet tona, që ne mund të shpëtohemi me anë të vdekjes së tij. U varos, të tretën ditë u ringjall dhe u ngrit në qiell. Haleluja. Amen. Po as ringjallja nuk do kishte kuptim nëse ai nuk do vdiste. Nga çfarë do ringjalli nëse nuk do vdiste? Vdekja në kryq është ajo që pagoi për mëkatet tona, vëllezër dhe motra, edhe është gjë më e rëndësishme për të folur kur i flet dikujt për Jezusin. Amen. Kur i flasim dikujt për Jezusin që Zoti na ka thirrë ta bëjmë dhe duhet ta bëjmë dhe nuk duhet pushojmë se predikuari këtë mesazh kaq të mrekullueshëm. E çfarë do thot nga ana praktike kjo që po flasim? E para, duhet meditosh edhe ti dhe unë më shumë mbi kryqin e Jezusit dhe gjakun e Jezusit. Pse? Sepse kjo do na bëj që ne të mendojmë edhe për mënyrën se si ne mund ta predikojmë këtë mesazh. Kur ti mediton mbi diçka, Zoti jep edhe zbulesë çysh me predikua atë gjë. Edhe fjala e Zotit thotë që te Timoteo kapitulli 2:15 2 Timoteo thotë mundohu të dalësh para Perëndisë i sprovuar, si punëtor që nuk ka pse të turproqe, e thotë drejt fjalën e së vërtetës. Ta thuash drejt fjalën së vërtetës. Pra duhet kthehemi tek bazat e ungjillit. Krishti i kryqëzuar dhe gjaku i Jezusit janë bazat e ungjillit. Nuk është kjo një shtojc e predikim. Kjo është baza, nga kjo ndërtohet çdo gjë në predikimet, si tha një person, sa herë që ha Biblën, e shoh Jezusin në çdo faqe të tij. Jezusi është në çdo faqe të Biblës, nuk është vetëm në një pjesë të Biblës, nuk është vetëm në Dhjetën e Re, nuk është vetëm te psalmet, nuk është vetëm te fjalët e urta. Jezusi është nga zanafilla deri te zbulesa. Po kur ti mësohesh me thon drejt fjalës së vërtetës, atëherë ti mundesh me pa Krishtin në çdo faqe të Biblës. Edhe ajo që duket pak boring ose mërzitshme si Levitiku ose numrat, kur fillon me numra me thon kaç mijë, kaç dhjetra mijë, edhe thosh çfarë është e gjithë kjo, Zoti thot, je i durueshëm. Ke nevojë për durim. Se normalisht vesh numrat u lexu si llogaritar. Por tregon që ti ke nevojë për durim, se s'po arrim me durim i lexu numrat në Bibël. Si nuk lodhemi kur le të themi kur na bekon dikush me shumë lekë, nuk lodhemi numru ato numra, ja, na pëlqen. 3 herë po thot Berti i numroj. Pra, Krishti kryqëzuar është vepra e dashurisë që Perëndia e bëri ndaj nesh. Nuk është faji i Perëndisë që jemi mëkatar, është faji ynë. Okej? Jemi ne që kemi mëkatuar, nuk ka mëkatuar Perëndia. Por zgjedhja e tij për të na shpëtuar në këtë mënyrë, përmes kryqit, përmes vdekjes së Jezusit në kryq. Sepse njeriu nuk do ta zgjidhte kurrën e kurrës këtë lloj shpëtimi. Po të ishte nga ana njerëzore, njeriu kurrë nuk do ta zgjidhte këtë lloj forme shpëtimi. Sepse edhe tani, edhe që jemi të shpëtuar, na duket edhe neve vetëm me anë zbulese kuptojmë që kjo është zgjuarësia e Perëndisë. Po me shikuar kështu nga ana njerëzore, thosh, si është e mundur Perëndia ta çojë birin e vet në kryq? Që të des për ne nuk ka logjik nga ana njerëzore. Por nga ana hyjnore ka shumë sens. Haleluja. Pra e para nga ana praktike medito më shumë mbi kryqin dhe gjakun e Jezusit. E dyta, duhet të besojmë që vetëm ungjilli i Krishtit është përgjigjja për mëkatarët në botë. Nuk ka përgjigje tjetër. Nuk duhet kërkojmë për ndonjë përgjigje tjetër. Është vetëm ungjilli i Krishtit që është përgjigja. Sa herë që ndeshemi me njerëzit e botës, duhet ta kemi edhe ne të qartë, është vetëm ungjilli i Krishtit që mund sjell shpëtim te njerëzit, jo diçka tjetër. Mos I japim diçka tjetër, jo një mësim tjetër, jo një mësim vetëpërmirësimi, jo një zgjidhje dytësore, vetëm ungjilli i Krishtit shpëton. Haleluja. Pra nuk ka opsion 2, as opsion 3 për shpëtim, nuk ka rrugë tjetër, vetëm lajmi mbi Jezusin dhe kryqin e tij shpëton. Haleluja. E treta, duhet të ripërkushtohemi për predikimin e ungjillit çdo krijese. Jo vetëm te familjarët tanë, se ja, u shpëtuan familjarët tanë, tani do pushojmë, absolutisht jo.
Nuk du të kufizohemi vetëm me njerëz që i kemi afër. Du të arrim në atë pikë që të gjejmë guxim për t'i folur njerëzve që si njohin fare. Të gjejmë guximin për t'ju folur të huajve për Perëndin. Pse? Sepse mesazhi është shumë i rëndësishëm. Ilaçi është shumë i fuqishëm. Nuk duhet të jetë vetëm për familjen time, po duhet të jetë edhe për ata që si kanë familje, për ata që si njoh fare. Për shembull, kur dalim në rrugë tek liçeni, ato e njerëz që ne si njohim fare, dhe duhet t'i ndalojmë. Edhe njeriu mendon, si t'i ndaloj pastor, më vjen turp. Mendoj që duhet të arrim në një pikë ku thyhet ky lloj turpi, sepse ky nuk është një turp i natyrshëm, se ti s'po shkon ju predikua atyre për veten tënde. Ti do flasësh për Jezusin. A nëse ti po turprohesh sepse diçka nga vetja kemi ju dhënë, atë normalisht që turpi do jetë atje. Por nëse ti mendon siç ka menduar dishepët e parë që ne patjetër do ta themi lajmin e mirë se s'ka të bëjë me ne, por ka të bëjë me Jezusin, atëherë turpi largohet, edhe guximi vjen. Po nuk është problem që të lutesh për guxim, sepse edhe dishepujt e parë, te veprat e apostujve, ata i lutën na jep guxim që ta predikojmë ungjillin me çiltërsi. Nuk është problem ti kërkosh Perëndi që të mbush me guxim. Por së pari duhet të dalësh. Duhet të dalim, duhet të jemi atje, duhet ta bëjmë veten të prekshëm për të tjerët. Nganjëherë dëshmia është e fuqishme thjesht sepse je aty. S'është e thënë që ti do flasësh shumë. Thjesht se je aty, thjesht se po del në emrin e Jezusit. Ti duhet ta kuptosh që engjëjt janë aty. Perëndia është aty. Unë s'po shkoj në emrin tim, dhe unë s'po shkoj për mbretërinë time. Unë po dal atje në emrin e Jezusit. Edhe ai ka për përgjegjësi të dërgojë engjëjt e tij aty, që të na ruajnë, që të jenë me ne, që të na mbështes fryma e tij e shenjtë. Kjo është përgjegjësia e Zotit. Përgjegjësia ime është të dal, ti bëj hapat, bëj më ai dikushi që i flet dikujt tjetër, ashtu si dikush më foli mua. Dhe këtë borxh nuk do ta marr askush prej teje. Ti je borxhli, unë jam borxhli, ne jemi borxhli ndaj njerëzve që nuk e njohin Krishtin, për t'ja u shpall Krishtin. Pastor Joakimi që predikoi në këtë konferencë ndau një dëshmi kur ai nuk ishte i shpëtuar, por kishte një uri për kishën. Tha shkuam në Zvicër thjesht me të rinjt shoqëria e tij për të pirë dhe për të argëtuar, tha. Edhe aty ishte një vajzë e cila po kalonte një krizë, qoftë familje, me familjarët, me njerëzit, edhe po çante. Dhe ky i afrohet edhe nga që kishte mësuar kishë Jezusi është përgjigja, ai thotë nuk e di se çfarë bëj, kam kaq shumë probleme, nuk e di se si gjej derman në farë mënyre. E ky i afrohet edhe i thotë e di thotë, po Jezusi është përgjigja, po ky s'ishte besimtar. Po e kishte mësuar nga atje që Jezusi është përgjigja, i thotë, Jezusi është përgjigja, nëse ti lutesh, ai vërtet mund të bëj diçka për ty, mund të ndihmoj edhe ajo inkurajohet, e kupton? Për momentin edhe sikur merr edhe i thot, "Ua, Joakim, po nuk e dija që ti ishe besimtar." Po ai s'ishte besimtar. Po ai tha, "Nuk e dija që ti je fetar, që ti më flet kështu." Ajo u befasua vet. Por ama si do qoftë u inkurajua. Dhe pastaj ky tha, "Doja thjesht tani ta leja të qetësoj se erdhi keq po çante." Ai u qetësua dhe ky del me shokët e vet. Edhe del për të pirë dhe për të dehur, tha. A dita gjithë shokët e mi u dehen, tha, unë e luaja lojen, sikur unë jam i dehur. Edhe masi u kthy nga restoranti ku kishin qenë, u kthy në hotel, ajo vajza ende ishte aty në vendin ku kishte qarë, po tani ishte qetësuar. Dhe kur pastor Joakimi vjen me 4 shokët, asa vjen edhe ata po bënin kështu, ata ishin të dehur, po dhe ky po bënte si i dehur, tha nuk e haroj kur sytë e asaj vajze kur më pa mua. Edhe filloi prap me çaj, tha, sa më kesh gënjy tani. E kupton? Edhe arsyeja pse po e them këtë është që të predikosh ungjillin dikujt, duhet sigurohesh që ti po jeton një jetë shenjtë. Amen. Se kjo është qëllimi i ripërkushtimit. Ne duhet të ripërkushtohemi Perëndis në predikimin e ungjillit. Jo të ripërkushtohem Zot, po do t'i flas tjerëve. Do të ripërkushtohem Zot që të bindem, të jem një vegël e bindur e shenjtë para teje. Se edhe Joakimi foli kësaj, po jetonte një jetë mëkat. Kështu që nuk po flas që hajde besimtarët të ripërkushtohem me fol për Jezusin. Të ripërkushtohem një jetë të shenjtë dhe të përkushtuar ndaj Zotit, që ne pastaj mund ta predikojmë po ashtu ungjillin me fuqi.
Haleluja, se fryma e shenjtë nuk e mbështet një predikim si të Joakimit, sepse ai ishte një zhgënjim në atë kohë, apo jo. Edhe pastor Joakimi tha, kush do ta harroj fytyrën e asaj vajze që më shikoi në zhgënjim të plot. Dhe duhet kemi kujdes që të predikosh Jezusin është një thirrje e shenjtë, nuk është jemi papagall për Zotin. Amen. Dhe ndoshta krahasimi që postjer, nuk është i duhuri, se ne nuk jemi këtu thjesht për ta hedh revistën bam, sepse atë që kemi në dorë është e shenjtë, dhe vegla që e mban duhet të jetë e shenjtë. Okej? Në qoftë se thotë 2 Timoteu 2:21, në qoftë se dikush pastrohet nga këto gjëra, do jetë një nderi, e shenjtruar dhe e dobishme për Zotin, e përgatitur për çdo vepër të mirë. 2 Timoteu 2:21. Një ungjilltar ndalon një grua që ishte e shoqëruar me dikë tjetër dhe i thot vetëm këto fjalë, thot: "A e njihni Jezusin?" Dhe pastaj ajo ndaloi dhe ky i foli për të. Më pas, burri kësaj gruaje i thot gruas: "Po pse nuk i the atij burrit që të shikonte punën e tij dhe të mos ndalonte dhe të fliste me ty?" Ajo i përgjigjet: "Po ta shikoje fytyrën e atij ungjilltari, kur ma bëri pyetjen, do ta kuptoje që ajo çfarë po bënte ishte vërtet puna e tij." Do thot edhe në fytyrën tonë ne portretizojmë Jezusin. A e dini që zjarri mund shihet edhe në sytë e dikujt, kur dikush është në zjarr për Jezusin. Njerëz mund ta, unë kam dalluar, për shembull, për mua përshtypja e parë në kish kur kam shkuar për herë të parë kanë qenë sytë e njerëzve. E shikoja që ata ishin të gëzuar dhe unë s'isha. E shikoja nga sytë, jo nga veshja ose nga sytë. Edhe është një këngë e vjetër, domethënë që thotë unë shikoj Jezusin të sytë e tu. Edhe Biblia thotë sytë janë dritarja e personit. Në sy ne mund të shohim shpëtimtarin. Dhe serioziteti im ose yti ndaj besimit e Krishti është po ashtu ndikues dhe jo vetëm fjalë që ne mund t'ia themi dikujt. A jemi ne serioz në predikimin e ungjillit ndaj të humburve? A është jeta jone e përkushtuar? Sepse atëherë do jetë mbështetje e fuqishme kur ne e predikojmë ungjillin. Dhe ne do të lutemi, kjo është e fundit, ne do të lutemi për mundësi të reja për ta quar këtë ungjill tek të humburit. Pali te Efesianët 6:19 thotë: "Lutuni edhe për mua, që kur ta hap gojën time të më jepet të flas lirësisht për ta bërë të njohur misterin e ungjillit." Pra Pali, që ishte apostulli i rregjur, predikues i jashtëzakonshëm, ai thot besimtarëve: "Hey, lutuni për mua, që edhe mu të më hapën dyrë me fol për Jezusin." Pra ne do të lutemi, siç thash edhe në fillim predikimit, do të lutemi për njëri tjetrin, që secili prej nesh të ketë mundësi për të predikuar ungjillin të humburve. Kjo është thirrja jone e lartë. Kjo është thirrja që Zoti ka për ne si kish, që ta çojmë këtë ungjill deri në skajet e botës. Miranda përmendi javën e kaluar, ka ende karige bosh. Ato po presin për jo shpirtra, po trupa. Trupa që kanë shpirtin e shpëtuar. Haleluja. Amen. Haleluja. Dhe jo vetëm kaq, por do shtojmë karige tjera që të mbushet edhe më shumë. Haleluja. Amen. Pra kjo është dëshira dhe zjarri brenda zemrës Perëndis, të humburit, pra të vdiq Krishti. Dhe ne jemi ato që mund ta mbartim këtë zjarr në predikimin e ungjillit. Haleluja. Dhe duhet lutemi dhe të përdorim çdo mundësi për të folur për Jezusin e kryqëzuar, gjakun e tij, ilaçin që smundja e mëkatit mund ta gjej. Kjo është smundja më e keqe, por ilaçi është më i miri, Jezusi. Haleluja. Ndoshta ti je këtu dhe ka shumë kohë që nuk i ke folur dikujt për ungjillin. Edhe pse mundësia të është dhënë. Kjo është një thirrje për ty sot, sepse është një shenjë që të mungon për kushtime dhe zjarri i dashurisë për të humburit që është në Zotin Jezus. Dhe përmes këtij predikimi Perëndia po të thret. Kjo është një thirrje për neve që jemi të krishterë, për ripërkushtim. Nëse je sot këtu dhe kjo çfarë unë thash të përshkruan pikërisht ty, le ti mbyllim syt
nëse ka mundësi, le të mbyllim sytë edhe le të lutemi tani, sepse është një kohë serioze. Nëse je këtu dhe vërtet ke kohë që si ke folur dikujt për Jezusin, edhe pse Zoti ta ka dhënë mundësi, atëherë dua thjesht që ta ngresh dorën dhe unë dua që të lutem për ty. Nëse je sot këtu. Okej. Shikoj duar, okej. Mirë, unë do lutem për ju. Perëndi shenjt në emrin e Jezusit, lutem për vëllezërit dhe motrat e mia që kanë kohë që nuk i kanë folur dikujt për Jezusin. Lutem o Zot për ripërkushtimin e tyre. Lutem o Zot që ata të kthehen o Zot plotësisht tek Ty. Me gjithë zemër o Zot, të përkushtohen Ty, të kërkojnë të jetojnë një jetë me zjarr o Zot, me pasion për Ty o Zot, të bien sërish në dashuri për Ty o Zot, të rifokusohen pse janë të krishterë o Zot, pse janë këtu o Zot, të rifokusohen o Zot në jetën e tyre o Zot, dhe vërtet ta kuptojnë o Zot Perëndi që kanë një borxh për të tjerët. Ti u ke besuar ilaçin shërues, dhe ata duhet ta përcjellin. Ndaj lutem në emrin e Jezusit që sot e tutje ata të ripërkushtohen Ty, rifokusohen tek Ti, të marrin zjarr prej Teje sot dhe t'ju flasin njerëzve, edhe të panjohurve në situata që Ti vendos ose ata e vendosin veten, pikërisht për këtë gjë, që të ndajnë ungjillin. Ati dashur, bëje këtë mrekulli. Ati dashur, lëviz në emrin e Jezusit. Amen. Haleluja. Dhe ndoshta ka njerëz që na dëgjojnë sot përmes predikimit live në streaming, dhe unë besoj që Jezusi po ashtu po ju thret edhe juve. Nëse jeni duke dëgjuar dhe nuk keni marrëdhënie me Jezusin, dhe jeni duke dëgjuar këtë predikim, unë dua që t'ju ftoj të pendoheni dhe ta pranoni Jezusin në zemrën tuaj. Mund ta bëni një lutje të thjeshtë për ta ftuar Jezusin në zemrën tuaj, dhe unë mund t'ju drejtoj te një lutje. Le ta bëjmë së bashku. Ati dashur, të falenderoj që Jezusi vdiq në kryq për mua, që i mori mëkatet e mia, dhe me gjakun e Tij pagoi për mua. Unë pendohem për çdo mëkat që kam bërë, dhe unë vendos që sot e tutje të besoj tek Jezusi. Unë pranoj sakrificën e Tij në kryq, dhe unë vendos të ndjek Jezusin gjithë jetën time. Në emrin Jezus, amen. Nëse ti e ke bërë këtë lutje, unë dua të përgëzoj dhe dua që vërtet të inkurajoj që të gjesh një kishë lokale dhe të shkosh dhe të bashkosh një kishë lokale dhe të ndjekësh Jezusin ashtu siç edhe je lutur. Haleluja. Amen. Le ta falenderojmë Zotin. Zoti është i mirë, amen. Edhe ne duhet të shfrytëzojmë çdo mundësi, apo jo, se ne nuk e dim se kush na ndjek, ne nuk e dim se kush po na dëgjon ose kush do na dëgjoj, por ne e dim që fjala e Zotit ka fuqi. Edhe fjala e Zotit gjithmonë ka një ftesë. Edhe kjo është ftesa për sot. Haleluja.